Përshëndetje. Ka raste kur shohim dikë për herë të parë, as na ka folur, as na ka bërë keq, por diçka brenda nesh shtrëngohet. Diçka e padukshme na shtyn të mos e duam. Madje edhe disa do e pranonin me një ndjenjë faj. Nuk dua fare atë njeri të më dalë përpara. E urrej, por nuk e di pse. Është një ndjenjë e thellë, instinktive, gati kafshërore. Po është kjo formë paragjykimi? Është një çrregullim i fshehur apo thjesht një mbetje e lashtë e trurit ton për të dalluar shpejt armikun? Pse na neveritet dikush vetëm nga mënyra si duket, si flet, si ecën, apo edhe si qesh? Këtë video do të përpiqem të jap një përgjigje kësaj ndjesie universale, por shpeshet madje edhe të turpshme. E para është ndjenja e antipatisë së menjëhershme. Urrejtja e pashpjegueshme është një fenomen psikologjik i njohur si antipatia intuitive. Një ndjesi e menjëhershme dhe irracionale kundrejt dikujt që sapo e njohim. Nuk kemi asnjë arsye konkrete, as ndonjë konflikt të mëparshëm. Thjesht nuk na pëlqen më dha, nuk e shohim dot. Ky fenomen shpesh përfshin mënyrën si ecën, tonin e zërit, shprehjet e fytyrës, apo edhe erën trupore. Në dukje këto janë gjëra të vogla, por trupi ynë i merr shumë seriozisht. E dyta është kur truri ynë gjykon për 0.1 sekonda. Studimet neuroshkencë tregojnë se gjykimi i parë për dikë bëhet brenda 100 milisekondave, dhe kjo ndodh përpara se të përfshihet logjika. Në këtë kohë truri ynë përpunon shprehjen e fytyrës, asimetrin, kontaktin me sy dhe mimikën. Këto impulse përpunojnë nga amigdala, një strukturë e trurit që ka lidhje me ndjenjën e frikës dhe vlerësimin e rrezikut. Nëse truri ynë regjistron si sinjal si kërcënues apo i çuditshëm, mund të aktivizojë menjëherë ndjenjën e neverisë, të urrejtjes, pa e kuptuar pse. E treta është efekti i fytyrës jo të besueshme. Ka individ, për një arsye gjenetike apo mimike, ka një fytyrë që shpesh percepton si jo e besueshme. Dhe nëse janë njerëz më të mirë në botë. Studimet shumta në psikologjinë sociale tregojnë se njerëzit me vetulla të pjerta poshtë, sy të vegjël apo mungesë të shprehje në fytyrë shpesh perceptojnë si më agresiv, më manipulator, më të mbyllur emocionalisht. Kjo nuk do të thotë se janë të tillë, por truri ynë i lexon në këtë mënyrë dhe kështu aktivizon një formë të urrejtjes së ftohtë që shpesh nuk arrim ta shpjegojmë. E katërt është teoria e pasqyrimit të vetes. Një nga shpjegimet më të thella psikologjike është se urrejmë njerëz që në një farë mënyre na kujton veten, por pjesët tona që nuk i kemi pranuar ende. Freud do ta quante këtë mekanizëm projeksioni, por nuk pranojmë diçka tek vetja, për shembull arrogancën, pasigurinë, frikën, ne e projektojmë atë tek dikush tjetër dhe e urrejmë. Kështu dikush që është shumë i vetbesuar mund të duket arrogant, jo sepse është, por sepse na kujton sa të pasigurt jemi ne në atë aspekt. 5 janë përvoja të mëparshme të fshehura. Nganjëherë, urrejtja ndaj dikujt mund të jetë një kujtesë e pavetdijshme për dikë nga e kaluara që na ka lënduar. Nëse një person ka të njëjtën mënyrë të qeshurit, të foluri apo dhe stil të veshjes me dikë që ka abuzuar, zgënjur apo na ka poshtruar, truri ynë do ta lidh automatikisht të person të ri me një plagë të vjetër. Dhe kjo aktivizon menjëherë reagimin nuk e dua. 6 është shija personale kundrejt paragjykimit social. Ndodh që nuk i pëlqejmë disa njerëz, thjesht sepse janë ndryshe nga ne. Në mënyrën si flasin, në ngjyrën e flokëve, në stilin e jetës,
në mënyrën si rinë ose si shprehen. A është ky paragjykim? Në shumicën e rasteve po. Dhe kur mendojmë se është shije personale, shpesh ajo shije është e ndikuar nga kultura, mediat, prindit apo trauma sociale. Ne nuk lindim duke mos i pëlqyer njerëzit me tatuazhe, apo me theks verior, apo jugor, apo me flokë të verdha, por mësuam që ata janë të këqij, të cekët, apo jo të besueshëm. E shtata është urrejtja e heshtur dhe çrregullimet e personalitetit. Në disa raste më ekstreme, ndjenja e urrejtjes ndaj të tjerëve pas një shkak mund të jetë simptom e një çrregullimi të personalitetit. Për shembull, çrregullimi paranojak i personalitetit, ku personi ka dyshime të thella ndaj të tjerëve dhe pa arsye reale. Narcismi patologjik, kur personi e sheh dikë tjetër si kërcënim ndaj vetëvlerësimit të tij. Çrregullimi kufitar i personalitetit, ose siç do ta gjeni me 3 gërma B, P, D, ku urrejtja dhe dashuria për dikë mund të alternohen për shkak të dukshëm, por për të dhënë një diagnozë të tillë nevojitet vlerësim profesional, jo vetëm një antipati e përkohshme. E treta është efekti i grupeve dhe kontaminimi social. Ndonjëherë urrejmë dikë sepse të tjerët përreth nesh e urrejnë atë si person. Ky është efekti i grupit të kontaminuar. Mendimi negativ për një individ përhapet si virus dhe nëse se njohim fare atë individ. Kjo ndodh shumë në ambientet e punës, në shkolla apo edhe në rrjetet sociale. Për shembull, një kolege e re kritikohet se ajo është snobe dhe ti ndjen të dur që ta refuzosh, vetëm për të mos dalë jashtë grupit. Por ndoshta ajo është thjesht e ndrojtur. 9. Çfarë mund të bëjmë? Reflekto mbi ndjesinë. Pyesni veten, çfarë më kujton ai tek vetja apo e kaluara ime? Ndaj ndjenjen nga faktet. Jo çdo ndjesi është e vërtetë. Nganjëherë ajo është thjesht një sinjal i brendshëm që s'ka të bëjë me tjetrin. Zgjero kontaktin. Jepi vetes mundësinë të njohësh pak më shumë me atë person. Shpesh ndodh që njerëzit që nuk na pëlqejnë fare në fillim, më vonë bëhen miq tan më të mirë. Puno me paragjykimet e tua. Edhe pyet veten. A do të më duke ky person i urryer nëse kishte tjetër lëkurë, tjetër dialekt, tjetër stil? Dhe si përfundim do të thosha se urrejtja ndaj dikujt pa ndonjë shkak real është më e zakonshme se sa e pranojmë. Ajo mund të vijë nga pasiguri të brendshme, plagë të së kaluarës, gjykime të trurit të shpejt ose thjesht nga ndikimi i shoqërisë. Jo gjithmonë është një çrregullimi, por është gjithmonë një sinjal i vlefshëm për të reflektuar ndaj vetes. Në fund të fundit çdo ndjesi që kemi, edhe më e errta, është një pasqyrë, jo gjithmonë e tjetrit, por e vetes tonë. Miq, këto doja të thosha në këtë video, ju mund të bëni dhe komente tuaja, por ajo që do të lutesha është të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.